Dhunohet barbarisht multimilioneri në Kosovë, zbardhet motivi. Mediat në Kosovë kanë publikuar pamje brutale nga rrahja e multimilionerit Ylber Blakaj në qytetin e Istogut. Ngjarja ka ndodhur në datë 2 prill dhe për të janë arrestuar 2 persona të cilët rezultojnë edhe nga pamjet se janë autor të sulmit. Naser Raçi dhe Leutrim Mysliu janë arrestuar për rrahjen e biznesmenit. Ata shihen edhe në video se si kanë hyrë brenda një lokali ku ishin duke qëndruar Ylber Blakaj dhe sulmojnë fillimisht me grushta dhe pastaj me armë godasin pas kokës. Sipas burimeve nga media, dyshohet se sulmi ndaj biznesmenit ndërlidhej me një konflikt për një pronë. Megjithatë, do të jetë prokuroria e Pejës ajo që do të zbardhë shkakun dhe rrethanat e vërteta të ngjarjes. Policia e Kosovës ka njoftuar se tashmë 2 personat e dyshuar për rrahjen e biznesmenit Ylber Blakaj ndodhen prapa hekurave. Pas hetimeve të zhvilluar, i dyshuari Leutrim Mysliu është arrestuar në 4/4/2025, ndërsa i dyti, Naser Raçi, është arrestuar në 7/4/2025. Sipas policisë, në 2/4/2025, rreth orës 19 është njoftuar se në një lokal në Istog kishte pasur të shtëna me armë zjarri dhe një person ishte lënduar. Menjëherë shkruar në vendin e ngjarjes dhe është konstatuar se biznesmeni Ylber Blakaj ishte i dëmtuar, por jo me plag me armë zjarri.